Një debat I fortë ka shpërthyer mes deputetit të Lëvizjes Vetëvendosje Dimal Basha dhe asajt të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami. Debati është zhvilluar lidhur me idenë për formimin e një qeverie tranzicionale, ide kjo e LDK-s, të cilën nuk e përqafon Lëvizja Vetëvendosje. Debati nisi pas një postimi të Bashës në Facebook, ku ai vuri në pikpyetje arsyet pse LDK-ja sipas tij po insiston që qeveria tranzicionale të përfshijë patjetër edhe Partinë Demokratike të Kosovës. Hykmeti apo vazhdon ta mbrojë idenë e një qeverie tranzicionale si të vetmen alternativë. Hykmete, pse nuk e menduat një ide vetëm me Lëvizjen Vetëvendosje, duke marrë parasysh që së bashku I kemi 68 deputet, a ka mundësi me shpjegu pse patjetër duhet të përfshihej PDK-ja, pse s'po mundeni pa ta, Hykmete, ka shkruar Basha. Në një reagim të drejtë për drejtë gjatë emisionit Debat Plus, Hykmete Bajrami me ironi është përgjigjur se pse nuk po bëjnë koalicion me Vetëvendosjen, sepse jemi hajvan për ta. Pyet e Dimalin, pse duhet të bëj LVV-ja koalicion me hajvanat, ka thënë Bajrami, duke ironizuar kështu hapur shprehjen që përdori kryeministri Albin Kurti në sheshin e Prishtinës, ditën kur festoi fitoren e Lëvizjes Vetëvendosje në zgjedhjet e 9 shkurtit. Ajo ka akuzuar qeverin Kurti në detyrë për mungesë të plot bashkëpunimi me opozitën gjatë mandatit 4 vjeçar, duke thënë se nuk është pranuar asnjë propozim nga partitë opozitare. Bajrami ka theksuar se deklaratat e Kurtit vetëm sa I kanë thelluar ndekun mes LDK-s dhe Lëvizjes Vetëvendosje. Kurti nuk na ka lënë hapësirë për një shteg të bashkëpunimit me asnjë parti politike. Për herë të parë në histori të kuvendit ka shkuar komplet mandati, pa e marrë qeveria e Kosovës as edhe një propozim nga opozita, ka deklaruar ajo, duke shtuar se vetëm një amendament I LDK-s I ka kaluar gjatë 4 viteve. Bajrami ka kritikuar ashpër edhe mënyrën e qeverisjes dhe shfrytëzimin e buxhetit, sipas saj qeveria ka përdorur fondet publike për të blerë vota dhe ka shkelur kushtetutën për përfitime politike. Kanë shfrytëzuar buxhetin në mënyrë më brutale të mundshme për të blerë vota, edhe sot po shkelin enin 72 të kushtetutës, I cili ndalon që një deputet të mbajë pozita ekzekutive, ka theksuar Bajrami. Ajo ka potencuar se ndonë se nuk kanë caktuar emra për kryetarin e ri të kuvendit, insistimi I LDK-s ka qenë që ai të zgjidhet përmes marrëveshjes politike.